Në kuadër të shënimit të 25 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, Bashkimi Demokratik për Integrim organizoi një panel diskutimi, ku morën pjesë 6 panelistë. Aktiviteti nisi me shfaqjen e një dokumentari, i cili përmes kronologjisë paraqiti ngjarjen që i paraprin konfliktit të vitit 2001, zhvillime gjatë konfliktit, nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit më 13 gusht 2001, si dhe zhvillimet në 25 vitet e fundit. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti, i cili ishte njëri ndër protagonistët kryesor të konfliktit të vitit 2001, tha se marrëveshja e Ohrit ka qenë një nga faktorët kryesor që Maqedonia e Veriut të antarësohet në NATO, ndërsa tha se ajo duhet të shërbejë edhe si bazë për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ai tha se aq sa e duan liderët maqedonanë Maqedoninë e Veriut, aq e do edhe ai, duke theksuar se interesi i përbashkët duhet të jetë përparimi dhe integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Unë e dua Maqedoninë, zoti profesor Buçkovski, sa e doni ju. Ky është vendi im. Këtu i kam gjysh, stërgjysh, katërgjysh e varë. Sa e do Branko Crvenkovski, sa e do Kristian Mickovski. Prandaj, larg duarët nga marrëveshja e Ohrit, çdo kush që tenton të rënoj gjuhën shqipe, të rënoj përfaqësimin e drejtë, të arritura me marrëveshjen e Ohrit, të garantuara nga marrëveshja e Ohrit, marrëveshja e Ohrit e garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Kështu që kemi punu bashkë 20 vjet. Nuk them unë që është vetëm rezultat i shqiptarëve. Nuk them unë që vetëm shqiptarët kanë fituar me marrëveshjen e Ohrit. Ka fitu edhe kombi Maqedonës. Në rolin e diplomatit foli edhe profesor Enver Hoxha nga Kosova, i cili tha se marrëveshja e Ohrit është një nga ngjarjet e mëdha historike e pakthyeshme. Nëse dikush mendon që mund ta rikthen mbrapa, ta rishkruan, ta rikornizon, e ka gabim. Se marrëveshja e Ohrit, sikur se janë edhe marrëveshja, sikur se është edhe plani i Atisarit në Kosovë, është një dokument i cili e mbyll një epokë. Dhe ai dokument është themel i një shteti se si të rregullohen marrëdhëniet në mes të dy grupeve më të mëdha etnike. Ish-ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë gjatë vitit 2001, Pascal Milo, tha se qeveria shqiptare gjatë konfliktit në Maqedoninë e Veriut ka qenë gjithmonë në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Në 26 mars të vitit 2001, ish sekretari Amerikan i Shtetit Colin Powell na dërgoi ministrave të jashtëm të rajonit nga një letër, në cilën na bënte thirrje që të mobilizoheshim, të angazhoheshim për të gjetur një zgjidhje dhe për të ndihmuar zgjidhjen e krizës në Maqedoni.